takimet e Vjosa Osmanit ja paska organizu Baton Haxhiu. A edhe që ton, kër e njeva, thash, çka s'po ndodh kanë këtë planetin. Nga në mirë shka thët Batoni. Çka me thonë? Vjos që ka që po është kokikone se kena 5 dita. E ka një shpreje këta Bosnës, po thëshin, kër e kalëzën i Boshnjakit një fore, ata po keshin mas 5 minuta, se kuptojnë me një heradin, po 5 minuta. Ama neve shqiptarve, kur na kalëzën dikush një fore, su kur kë Batoni, na kuptojnë mas 5 vjetë çfarë njeri jeti. Na jo për 5 minuta, se ata mirë për 5 minuta, ama na shqiptarët mas 5 vjetë kuptojnë që dikush na mashtron, e na traton, e na degeneron, se për 5 vjetë kena mbrojt me shpirt, të kena mbrojt, të kena desht, të kena respektu, tanat t'i kena bon për ty, kur krejt kanë sulmun, na e na kon ofër teje. 400.000 vetë jena konë ofër teje. Edhe mas 5 vjetë e kuptutëm se çfarë njeri jeti. Baton Haxhiu me t'i organizu takimet me Grenellin, që nuk po muj me kuptu prej teje. Vjos, kur s'kisha besu që ti mirësh me Baton Haxhiu. E di Romën, atë Spirapolin, pa ta me paskon mirë bre, ata Shqipnijën e këshin që për para që 120 vjetë janë shtetë, hala uj as rrymë s'kanë për veti. E ti mirësh me ta, e del kundra popullit që të kanë bështet 60%, edhe i dëshpron kështu, marrë për ty. Shumë marrë për ty, beso. Jo që unë s'moj nati kështu shumë, adin, muj nati më kalon shumë shpejt. Ama kur tham njëherë ju për 500.000 vjetë, mo nuk kthej në mrapa, me thonë e pe përkrahi 2 herë një njeri. Kur ta fshin, e fshin. Ama ti në ke dalë krejt ujsh. Ti ishe kanë shumë njeri i poshtër. Shumë njeri dinak, tradhtare, e pa besë. Krejt këtu i kena dit në kapak, po kena dosh me besu që po vinë 2 njerëz të ri në kryet shtetit me hek që ata hojnat që na kanë vija për 20 vjetë. Ama pse ti del ma keqe e bashkëpunon me që ata hojna, që ta s'kisha mund me besu. Se tjera po, na i dim krejt që ti e ke tratu, ato Isa Mustafën e ke tratu atë për Sejdion, që akon kryetare, i ke shkel krejt. Ama tash s'ke me ta folmo, harru atë punë. Ja,